30 këshilla se si t'ua bëjmë shprehi dhe të dashur fëmijëve namazin. 1. Të jesh i sinqert ndaj Allahut në edukimin e fëmijëve për faljen e namazit. Kjo arrihet kur ti si prind e kupton sakt përgjegjësinë e madhe që e ke para Allahut në lidhje me fëmijët e tu, kur ua do atyre të mirën dhe kur je i përkushtuar që ata të shpëtojnë kur rriten nga humbja e rrugës së drejtë. 2. Ngjall në zemrat e tyre dashurinë për Allahun dhe lidhjen me botën tjetër, duke u sqaruar se kjo botë është kalimtare dhe jo e përjetshme, dhe se njeriu në çdo çast dhe periudhë të jetës mund të zhvendoset nga kjo botë për në botën tjetër. 3. Vazhdimisht përsërite në pranitë të tyre ajetin: a nuk e di ai, njeriu, se Allahu shet çdo gjë? Ngjall tek ta ndjesinë se janë në mbikëqyrjen e Allahut dhe se ai është me ta, me dëgjimin, shikimin dhe dijen e tij. 4. Asnjëherë mos lejo të të mposhtet dëshpërimi apo të humbasësh shpresën nga udhëzimi i Allahut për ta. 5. Cakto një ditë në javë apo më shumë për të ulur së bashku me ta dhe lexoni libra të dobishëm. Do të vësh re bekimet e kësaj praktike tek fëmijët e tu. 6. Bëj ata të ndjejnë se namazi është prioritet në jetën e tyre dhe se çdo gjë duhet të ndalojë kur të vi koha e namazit. Namazi është më i rëndësishëm se studimi. Namazi është më i rëndësishëm se shikimi i televizorit. Namazi është më i rëndësishëm se të gjitha çështjet e kësaj bote. Madje namazi është i pari edhe në çështjet fetare. Ti si prind bëu shembull për ta në këtë pikë, në mënyrë që ata të mos shohin tek ti dembelizëm dhe plogështi në faljen e namazit. 7. Nëse metoda e bojkotit është e dobishme, përdor atë ndonjëherë si trajtim dhe ilaç. Mirë po të mos jetë i ashpër apo i gjatë, por bojkoti përdorur si duhet dhe i shkurtër. 8. Nëse ata falen në kohë, pa i urdhëruar, atëherë inkurajoj me përqafime, puthje, fjalë emocionale dhe lavdërime. 9. Gjatë kohës kur i urdhëron ta falin namazin, kësaj bashkangjitja edhe lutjet që Allahu t'i përmirësoj, t'i udhëzoj e t'u jap sukses. 10. Lidhi zemrat e tyre me Allahun dhe rënjos tek ta bindjen se ai i do nëse ata e falin rregullisht namazin në kohët e tij të caktuara. Mësoj ata se kush i kryen ato punë që i do Allahu, Allahu e do atë njeri, i jep sukses dhe lumturi. 11. Babai duhet të ketë kujdes që detyrën për faljen e namazit nga ana e fëmijëve mos e lë vetëm nënës së tyre, ndërkohë që vetë të tërhiqet nga përgjegjësia. Të dy prindrit janë përgjegjës për fëmijët e tyre. 12. Bëj dallim mes atij që ende nuk ka hyrë në moshën e pubertetit dhe tjetrit që e ka arritur atë. Bëj dallim mes atij që e ka arritur pubertetin dhe është i vetëdijshëm për kohën e namazit dhe tjetrit që nuk është i tillë. 13. Shpresosh përblim dhe sevap te Allahu kur fëmijët e tu falin namazin. Çdo namaz, çdo lexim i Kuranit, çdo dhikr dhe çdo lutje e tyre do të jetë në peshorën e punëve të tua të mira në ditën e Kiametit. Pra shpërblimi për namazin shumë pishohet, varësisht nga namazet që falin fëmijët e tu. 14. Metoda e dhuratës dhe e shpërblimit është e suksesshme dhe efektive. Përdor atë në mënyrë periodike dhe si motivim për ata fëmijë që falen rregullisht. 15. Mos e bëj shpërblimin nxitjen e vetme për t'ua bërë atyre shprehi namazin, mirë po tregoju se duhet ta kryejnë atë rregullisht, nga që namazi është obligim, është mundësia jonë për t'u lidhur me Allahun, krijuesin tonë në këtë botë pas një ndërmjetës. Në të ka shpërblim të madh nga Allahu, i fshin veprat e këqija, e forcon besimin, i largon vezveset e shejtanit, është mbrojtje nga fitnet, dyshimet dhe të ndaluarat, është shkak për të hyrë në xhenet, si dhe shumë e shumë dobi të tjera, qoftë në këtë botë apo në botën tjetër. 16. Tregoj se aq i rëndësishëm është namazi, saqë obligueshmëria e faljes së namazit kur nuk bie nga muslimani, as në rast të frikës, as gjatë udhimit, as gjatë sëmundjes. Edhe pse në raste të veçanta muslimani mund të ketë lehtësira si bashkimi apo shkurtimi i namazeve ose falja ulur për të sëmurët, por asnjëherë nuk lihet pa falur. 17. Përdore nganjëherë metodën e privimit. Privimi është dy llojesh, emocional, si puthja, vëmendja, lavdërimi, dhe material, si dhurata, pikniku, ndonjë ushqim që i pëlqen e të tjerë. 18. Lavdëroje para të tjerëve se si ai e fal rregullisht namazin. 19. Autoriteti i urdhrit për kryerjen e namazit duhet të jetë i pranishëm tek të dy prindrit. 20.
jepu atyre atë që duan. Kuptohet brenda kufive të asaj që është e arsyeshme, nëse ata falin rregullisht të namazin. 21. Tregoj historitë e brezave të parë të Islamit e po ashtu edhe të bashkohësve tanë, se si ishin të kujdesshëm për namazin e tyre. Kishte nga ata që për 40 vite me radhë nuk e humnin tek birin pjedestar në xhami, apo nga ata të cilët ishin gjithmonë në xhami para se të thirrej ezani. Tregoj se si këta njerëz ishin të mbuluar me kënaqësi të mëdha shpirtërore, me lumturi, bereqet e sukses. 22. Të mos jetë brenga jote vetëm se apo e fali namazin fëmijët apo jo. Përkundrazi, rriti ambicet e tua dhe drejtoj ata që të kënaqen e ta shijojnë namazin. Tregoju se si profeti ynë, sallallahu alaihi wasallam, mezi priste të hynte në namaz, nga që aty e gjente kënaqësinë dhe prejen shpirtërore, dhe thoshte muezinit të tij: "O Bilal, na qetëso me namaz." Mësoj se si duhet të jenë të përulur gjatë namazit, se shpirti i namazit është përulja në të dhe se shpërblehesh vetëm për atë pjesë të namazit gjatë të cilës je i përulur dhe me mendje të pranishme. 23. Nëse ndonjëri nga fëmijët është i shkujdesur në kryerjen e namazit, ulu vetëm e të. Pastaj foli për rëndësinë e namazit dhe inkurajoje drejti me çdo metodë të disponueshme. 24. Përkushtohu që fëmia yt të shoqërohet vetëm me shokë të mirë, që janë të devotshëm dhe të rregullt në faljen e namazit. 25. Përdor frymëzim pozitiv për të pas çdo namazi që ai e fal. 26. Mos bëj dallime në shprehjen e dashurisë ndaj fëmijëve, por mund ta motivosh atë që të tregohet më i përkushtuar dhe i zellshëm në faljen e namazit, për shembull duke u thënë: "Më i afërt i prejush me mua është ai që e fal rregullisht namazin." 27. Këmbgul vazhdimisht në këtë pyetje duke përdorur shprehje emocionale. A e fali namazin zemra e babit? A e fali namazin kënaqësia e shpirtit tim? 28. Atë fëmijë që di më shumë Kur'an përmendësh, caktoje të dalë imam në namaz kur faleni të gjithë familjarisht. 29. Vetëm urdhri falu nuk mjafton. Tregoj se pse duhet falen. Thuaju, faleni namazin, sepse pastaj na pret xheneti i Allahut. Faluni në mënyrë që Allahu të mburret me ne para engjëjve. Faluni në mënyrë që të jemi krenar për profetin ton para umeteve të tjera në ditën e gjykimit. Faluni që të mposhtni shejtanin. Faluni që të na shlyhen mëkatet. 30. Lutju Allahut që të jap sukses me fëmijët e tu, sepse vetëm prej atij vjen suksesi. Lutu siç lutej Ibrahimi alayhis salam: O Zoti im, më bëj të jemi qëndrueshëm në faljen e namazit unë dhe pasardhësit e mi. O Zoti im, pranoje lutjen time.